Pennsylvania Radio. She's on air. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? My heart. Vajza, jeni magjike. Njëra tjetrën. Shumë bukur. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë me këtë lloj energjie, kaq të bukur, kaq butë, sikur u qetësuam nga Endrit në tokë. Vërtet. Dhe këtu kemi Crystal dhe Nael Shyti, vajzat të cilat ishin performuan këtë javë në javën që lan pas më sakt në Talent në shtëpi dhe kanë marrë pikët maksimale. Ndërkohë në Crown si bi Olivia se siam unë, e majtë të Livias, si marrë dhe shumë asnjëherë këto. Në Crown e majtë të Livias, kemi Caitlyn Gjata, që gjithashtu mori pikët maksimale këtë javë. Mirë se erdhët vajza në She's on Air. Vajza, si iku kjo puntata e parë, si kishim emocionet, sa e shijuat, më tregoni çdo gjë që ju përjetuat atë natë. Me thënë të drejtën, ne jemi nis shumë chill që gjithë kohës, dhe fiks momentin parë që të hyrim në sken, iku blackout komplet, ishte shumë ndjeva shumë emocione, nuk e di për ty në e. E unë mendoj që po t'isha vetëm, do isha ndjerë akoma më emocionuar, për fakti që kisha dhe motrën. A dhe doja toja, duket sikur juve jepni pak siguri njëra tjetrës në sken. Po, se edhe kur po këndonin, goca e shkonte motrën në sy. Po, shikoheshin në sy me njëra tjetrën e burare. Caitlyn, për ty nga ana tjetër? Emocioni më i madh për mua ishte para se dilja në sken, është ai emocioni si do dal, si do më shoh juria, gjykimet e tyre. Po, më pas kur dola, sikur unë ndjeva vetë edhe nuk isha më emocione, ishin vetëm bukura. Por, publiku, si e pa performancën tuaj, i keni parë komentet, çfarë komentesh keni marrë? Performanca jonë u prit shumë mirë nga publiku dhe kjo më bëri të lumtur, duke qenë se ne u përpoqëm vërtet që sillnim një performancë të mirë. Plus edhe stili muzikës nuk është shumë i përqafuar nga publiku i sotëm. Keni një stil shumë veçantë. Dhe fakti që u pëlqye na bëri akoma më të lumtur. Caitlyn? Me sa pas shumë komentet ishin pozitive, u vlerësova shumë nga shoqëria, nga familjarët, dhe mendoj se dola mirë. Vajza, ju kishit me vete një grup shumë të madh mbështetësish. Kush ishin ata? Janë shokët tanë më të mirë. Shokët, okay. Kishin pankarta, për të gjitha ju që nuk e dinit, pankarta të mëdhaja, që në momentin që vajzat performuan, ata kanë broritur, domethënë një mbështetje, një emocion shumë i madh. Kjo është shoqëria, kështu pra. Kanë shumë qejf na suportojnë. Ka lezet kështu. Gjëra që marrin pjesë. Po komentet e juris, si morët, si pritët, si ju dukën? Na duk sikur na pëlqyen shumë, edhe pse nuk ndoshta për mua nuk ishte performanca më e mirë që mund të kishim dhënë. Emocionet e kanë botë vetë. Pastaj ju jeni edhe dy. Po. Do të thënë kërkon një punë, mendoj unë mbase gabohem, po kërkon dhe një koordinim apo jo. Kështu që mund ketë pak, ja, për u përgjigjem. Koordinimi është 10/10. Po si ka shku përgatitja që të bëheshit gati? Përpara kësaj doja nga Caitlyn tani një këngë çfarë të duash ti. You weren't the boy I thought I knew. Maybe I was blind, I was young, I didn't have a clue. You were the topic of my lunchtimes. I'd bother girls about our chats and get upset when you didn't text back. I was warned by my brothers to find another lover. Stop falling for these boys who didn't want the same as me. And I was warned by my brothers to find another lover. Stop falling for these boys who didn't want the same as me.
Wow, bravo! Çfarë zëri bukur dhe kemi Rezën nga ana tjetër. Reze, pse s'more pjesë ti? E këndoj një nga këngët e mia të preferuara nga Georgia Smith. Jo, pyetja ime është pse s'more pjesë tek Talent në shtëpi. Talent në shtëpi. Po. Ishte shumë bukur. E kemi më mirë Reze. Unë akoma s'em përgatit sa goca, prandaj doja të pyesja si u ka shtu përgatitja që Janë akoma të hapur aplikimet apo? Po. Edhe të bëheshin gati për Talent në shtëpi. Pyes për një shoqe. Mendoj që ne na erdhi natyralisht duke qenë se kemi punuar shumë gjatë bashk. Por prap duhet një punë e madhe duke qenë se ishim në një emision kaq të madh sa ky. Ishte shumë spontane pjesa e aplikimit, se nuk e kishim menduar fare, thjesht e pam edhe okay, do marrim pjesë. Sa bukur. Unë që kur pranova në audicionin e dytë që bëm, direkt fillova të punoja dhe pastaj kur erdhi puntata që dola dhe performova. A merreni me muzikë në mënyrë profesionale apo e keni thjesht një hobi? Ne punojmë kitar me profesorin ton Eduard Tereziu, që gjejmë çans na përshëndesim tani. Na ka frymëzuar dhe na ka futur në rrugën e muzikës dhe për ne është idhull. Na tregoni pak si është të kesh një prezantuese si Egli. Egli është shumë pozitive, është shumë e mirë nga gjitha aspektet, si nga ana e paraqitjes, ana e profesionalizmit, edhe është shumë person i mirë, shumë njeri pozitiv, nuk e di. Më thënë që na ka mbështetur shumë dhe na ka bërë të ndjehemi shumë mirë, ka sjell një vibe shumë të mirë. E si ka qenë takimi i parë me Eglin? Unë në fakt nuk e kam pritur fare, duke ditë që celebrity zakonisht nuk të flasin shumë mirë dhe nuk të mirëpresin në rrjetin e tyre si Pse është kërku para gjykje? Po, nuk e di. Po, thjesht një katër i parë që kemi pas me Eglin ka qenë shumë e ngrohtë, shumë e sjellshme me ne. Besoj ju e keni ndjek dhe në Big Brother apo jo? E kishit krijuar këtë përshtypje për Eglin apo për idenë e celebrities? Jo, për gjithë celebrities përgjithësi, shihen si më sipër. Okej. Po ndonjë këshill ju ka dhënë? Këshill, mos kemi emocione, të jemi sa më të qetë para skenës, para se të dalim performojmë. Na bën gjithmonë ndjehemi mirë. Në shtëpi. Kjo është më çfarë? Talent në shtëpi. Ku do të arrini me këtë pjesëmarrje? Kush është qëllimi juaj? Ne duam të shpërndajmë rrymën që zgjedhim të këndojmë. Sepse është realisht një rrymë që duhet të rikthehet, që ta dëgjoj publiku. Kjo është Okej. Nga ana tjetër? Për mendimin tim, qëllimi për gjithë është fitoria, po pavarësisht kësaj, ne të gjithë përderisa jemi marrë pjesë, jemi pranuar në emision, besoj se gjithë jemi fitues edhe thjesht mjafton të Në mos gaboj, ke qenë ti ajo që ke thënë ke shprehur dëshirën për të marrë pjesë në Eurovision? Kam qenë. Okej. Kam të përstuar Shqipëri. Dhe je. Okej. Dhe do jesh. Vazhdo me Ke qenë te atë. Junior Eurovision. Okej. Tani besoj qëllimi është për Eurovisionin. Patjetër. Okej. Po keni marrë Lartë edhe pjesë më në lartë. emisione tjera gjithmonë në këtë fushë, domethënë para Talent në Tash era shtëpi. parë në sken? Për mua është era dytë, kam qenë te The Voice Kids 3, po The Voice i fundit. Okej. Për mua është era parë që jam në një emision, por jam në për aktivitete të ndryshme. Kush është më e madhja nga ju? Pra je ti që ke të rek, pak më madhur. Kurse unë s'është hera parë që marr pjesë në emisionet e diell, kam qenë më përpara në Dream Team edhe Shoku i Tili. Edhe unë ndjeva shumë mirë që mora pjesë, sikur më erdhi ndjesia që u ktheva sërish në shtëpinë time të dytë. Është vërtet ajo ndjesia, ju a besoj. Vajza, ne ju urojmë vërtet shumë suksese në vazhdim. Dua tani një këngë. Mundeni dot për shembull të zgjidhni një të treja. Të bëjmë diçka ndryshe. Hajde ndajeni një këngë kështu. Apo është kjo puna koordinimit? Varet tekstin, ai din pastaj Gjithmonë jemi jashtë shtetit apo diçka shqiptare që Edhe besoj që diçka shqiptare besoj, jo? Bëj një top 3 tani shpejt. Hajde në Shqip goca. apo anglisht një herë? Anglisht. Okej. Unë kam gjë që ti ke kënu me arba ju më duket? Po. Okej, do këndoni këtë? Okej, cilën pjesë do kapim? Jo, këndoni Mund ta filloj e para dhe pastaj okej. bashkohuni. Okej. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't fake for gossip. What am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad.
Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Mad about you. Wow, bravo! Jeni shumë të mirë. Duke llogarit që ishte edhe kaq spontane. Improvizuar, sa mirë, u koordinuat jeni tre tani. Nëse eliminohet njëra nga ju, mund pa. Vajza, ju urojmë vërtet shumë suksese në fazat e tjera në Talent në shtëpi. Ju urojmë fitoren secilës me patjetër e marrë të më e mira. Së bashku besoj do shifemi përsëri në backstage. Gjithashtu ju uroj dhe juve vajzave të mia këtu në Shizon Air një fundjavë të këndshme. Më saktë do shihemi sërish të njëjtën tjetër. Publik që po na ndjek, ju përshëndesim nga Shizon Air dhe shihemi javën që vjen. Puthje na larg si gjithmonë.